Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në një vlog tjetër. Sot është dita e festa e Bajramit edhe ka mbaruar agjerimi. Ju uroj të gëzoni Bajramin, të gëzoni me familjet tuaja dhe t'ju pranohet agjerimi. Unë jam zgjuar herët, siç e shihni, kam vënë përparsen. Mbrëm në darkë kur erdhi Xhesi nga puna, sepse ai vjen goxha vonë, duke parë TikTok-un, më doli një zonjë që kishte bërë baklava. Ja tregoj Xhesit unë, sepse ai vdes për ëmbëlsira. Dhe kur e pa baklavan tha, apo të na bësh nesër në një baklava, tha do ishte super. I thash unë, ti e di mendjen time që unë nuk përtoj shumë edhe mund të çojmë të ta bëj direkt. Dhe dje ora 11:30 e natës, 12 paca, sepse kam bërë disa video të shkurtra me telefonin që të shikoja dhe orën, u çova dhe kam zënë brumin për baklavan. E pash në fakt, sepse nuk kisha këtë pyesja në atë orë, mami im ishte në gjumë, kështu që u futa në TikTok edhe tek një zonjë tek Lautana, që e shikoj që bën receta shumë të mira dhe i gatuan shumë mirë, pash recetën e baklavas, baklava turke. Dhe e mora recetën e brumit. Tani unë i kam hapur kulaçkat, do bëj një tepsi shumë të vogël, jo të madhe, sepse aq veta jemi edhe s'dua që të më ngelet aty edhe mos ta haj njeri. Kështu që më dolën 52 kulaçka. I kam vënë nga 15 gram një kulaçk, i bëra shumë të vogla, se më tha mami duhet jenë sa një kokorrar. Edhe i ndava, i hapa dhe i kam dar. I kam dar 2 16-çe që do jenë njëra poshtë njëra lart, edhe 2 10-çe në mes. Dhe do e bëjmë me 2 shtresa me arra, jo me arra, ne do e bëjmë me pistakjo. Por duke qenë se ky vendimi për të bërë baklavan erdhi kështu diel natën vonë, mbrëm natën vonë, Xhesi tani u çua dhe iku të më marr pistakjo, më duhet edhe gjalp edhe një niseshte, sepse një nga këto kutitë e niseshteve e mbarova duke hapur ato kulaçkat e vogla. Dhe po pres Xhesin që të më sjellë dhe të bëjmë hapin tjetër të baklavas. Ta pjekim. Dhe nga mbasditja besoj do jetë gati për t'i hedhur edhe sherbetin, që në fakt aso duhet ishte gati, por ju thash që ne dje natën mbrëm vonë e menduam, e tham pse jo mos ta bëjmë. Ta kemi edhe për ditën në vazhdim, jo vetëm për sot. Unë, siç e pat, kam vënë këtë përparsen që mos bëhen pis, edhe pse dje bëra të gjitha punët e shtëpisë, duhet të më kishte vajtë mendja për baklavan, që të paktën mos kisha fshira, nuk e di, pavarësisht se nuk është bërë shumë rëmuj. Unë mundova tani ta mbledh pak, sepse duke çuar kulaçkat që hapa tek tavolina dhe i kam mbuluar me një qese edhe me një pecet buke, që të mos më thajnë derisa të vi Xhesi. Se më tha mami, po t'u tha peta e hëngre, nuk do të bëj baklavaja ashtu siç duhet. Kështu që tani do bëj kafen, se nuk kam bërë një kafe akoma, edhe presim Xhesin të na sjellë pistakiot dhe t'i bëjmë për baklavan.
sa po dola, edhe baklavan në poqa për një orë në 160 gradë, tani i vendosa letër alumini dhe zbrita temperaturën në 100 për 2 orë të tjera, totali 3 orë, duke qenë se është baklava e vogël, jo me shumë petë dhe mjafton. Tani po shkoj tek marketi këtu tek Lagja, që është një stacion larg, por unë i bie nga mbrapa marketit, që është ky pyll i bukur, edhe shikoni sa çfarë kohe të bukur që kemi. U kënaqem me këtë diellin. Të gjithë po çuditen në fakt sepse është dimri më i shkurtër që mund të ketë ndodhur këtu në Viland, domethënë të ketë pothuajse gjithë marsi ka qenë me diell dhe nuk ka më dëbor. Shikoni, shumë pak vende ka dëbor. Kam për të dërguar edhe një pako në Vinted, edhe dua të marr në supermarket disa pistakjo të tjera, se të gjitha ato 500 gram që ishin, i shtova tek baklavaja, e bëra me 2 shtresa si që pat, dhe dua të marr një pako fare të vogël që t'i gri imët edhe t'i vendos sipër baklavas në moment që i kam edhe sherbetin, që të bëhet e bukur, dhe mendoj që do dalë shumë e mirë. Dukeshin ato petat të gjitha fije, por tani kam hallin e pjekjes, nga sipër u bë shumë e bukur pjekja, u bë tamam me ngjyra e arit, por të shikojmë si do na jetë nga brenda, se kam frikë mos më ngelet qull. Kështu. Ikem tani, çojm pakën dhe marrim pistakjet të tjera. Bukur është kjo shtëpia, është ngjyrë kafe me cica. Deri tani isha duke pushuar, si që pat që erdha nga marketi, apo nuk ju tregova më duket. Griva të gjitha këto pistakjot që mora, i bëra sa më imët tjetë e mundur. Furën e kam fikur, sepse baklavaja është pjekur dhe do ta nxjerr tani nga fura, sepse dua që ta lë të ftohet dhe më pas t'i shtoj sherbetin e nxehtë. Domethënë, mjafton të jetë njëra e nxehtë, tjetra e ftohtë, nuk ka rëndësi se kush. Unë zgjodha që këtë herë sherbetin t'ja hedh të nxehtë edhe baklavaja t'jetë e ftohur, e vakët. Tani, shikoni pak se si duket, sepse mos digjem shumë. Më duket se e kam qarë, si hera e parë që bëj baklava vetë, pa ndihmën asnjë njeriu këtu në shtëpi, dhe era e parë që e pres yll, erën e parë fare në fakt e kam prerë yll me mamin e Xhesit për vitin e ri, po ishim të dyja edhe kishim të dyja mendime të ndryshme dhe ndihmonim njëra tjetrën. Kurse këtë radhë e kam prerë vetë, një moment u bllokua trurim, por më pas se mora veten edhe arrita që ta pres baklavan. Mbase nuk është ylli më perfekt, por mua më duket shumë e mirë. Tani, unë nuk dija se çfarë të bëja, më thoni dhe ju zonjat që më ndiqni këtu në YouTube. Baklavaja kur piqet, që ka përfunduar pjekja, duhet ta lëm pak në furrë që të kulloj, apo duhet ta nxjerrim direkt? Mami po më thoshte që lëre brenda në furrë të fikur, me derën mbyllur, që të kulloj derisa ajo të ftohet. Jo të ftohet plotësisht, po t'jetë e vakët. Tani, në internet këtu, vajzat që kam parë e nxjerrin direkt edhe sherbetosin me sherbetin e ftohtë, nuk e di se çfarë të bëj. Tani më mirë e nxora, e lash vetëm çerekore brenda në furrë, me sobën e ndesur, dhe tani e nxora. Më pëlqen shumë si duket, që janë gjitha këto petët, pet duken, por të shikojmë se si do jetë në shije. Dhe një gjë tjetër që unë kam bërë, që e kuptova çfarë, kur po përfundonte pjekja e baklavas. Që unë gjalpin që i hodha ishte me krip. Dhe nuk e vura re fare, nuk më shkoi mendja fare, se duke qenë se thash është me sherbet, nuk është se do i prishte ndonjë punë. Madje nuk më shkoi mendja fare. Dhe tani hapa koshin e mbeturinave që pash letrën e gjalpit që hodha, dhe ishte saltit i kriposur. Por e provoj këtë petën edhe unë nuk është se ka ndonjë krip, kush e di, dhe mendoj se sherbeti do ta balancoj. Zot na ndihmon tani edhe mos në bëjmë në një budallik edhe mos na dalë ashtu siç duhet. Tani, nuk ju tregova për sherbetin. Për sherbetin kam shtuar, sepse e kam vënë këtu, e kam bërë gati, që pastaj po vjen era limon edhe kanellë. E kam bërë gati që ta zjej për pak, edhe më pas t'ja shtojmë.
Për sherbetin 900 gram sheqer, 700 ml ujë, I hodha 2 feta limoni të prera holl siç e pat, 2 shkopin kanelle, doja të hidhja edhe pak karafil, por nuk kisha karafil kleçk, si thon shkop. Edhe lash vetëm me këto. Do ta vëm të vloj pas një gjysmë ore që ta lë pak të ftohet baklavan dhe pasi të ketë vluar do ta lëm dhe 15 deri në 20 minuta që të vloj edhe të jetë gati. Kështu e di, kështu edhe lexova, edhe të shikojmë se si do na dali. Verdiktin na japin njerëzit që do e provojnë. Gjesi është një vlerësues shumë I egër I recetave që unë bëj, është I vetmi, mendoj, që më jep vlerësimet tamam siç duhet, edhe që më vjen hakut për çdo vlerësim që bën, nuk ma bëjnë qefi, siç mund të ma bëj mami apo njerëz të tjerë. Gjesi është I vetmi që më vjen hakut edhe I thot edhe gabimet që unë bëj. Pavarësisht se për momentin mua nuk më vjen mirë, që më thot jo po kështu, jo po ashtu, se ndonjëherë më vjen edhe inat që e gjen çdo herë nga një gjë të keqe për të thënë, por them që më bëjnë mirë edhe vlerësimet e tij, sepse pastaj I mendoj me veten time edhe I gjej ato gabimet që ai më thot edhe I përmirësoj. Kështu duhet të jemi. Tani po e mbuloj pak me letër alumini dhe më pas përgatisim sherbetin, do ja u tregoj. Besoj se deri në darka do jetë zbutur çik që ne ta provojmë. Nesër besoj do jetë tamam e zbutur dhe si drowning in your spell, trapped like a toxin. I can't quit, I live in hell. Your flickering gaze leaves me lost in haze. The deeper I sink, your silence betrays. Si ju duket baklavaja ime, I hodha dhe pistakjo, se për një moment desh I harrova. Më ngelën goxha të tjera, por do I përdorim për fotot, sepse kam bërë gati këtu këndin për të bërë fotot e baklavas, nuk e di. E kam qarë, por të shikojmë në shije tani, se kështu në pamje të merr më qafë. Si të shikoni, tani e kam hedh sherbetin, ka plot sherbet, por mami më tha që deri nesër në mëngjes ajo do jetë zbutur siç duhet. Ne me siguri do e provojmë që në darkë kur të vi Gjesi nga puna, sepse nuk është se na prish në një punë. Dhe ja, kjo është baklavaja për Bajram. Hera parë që unë përgatis vetë baklava me petë të hapura vetë në shtëpi dhe me pistakjo dhe prerja yll për herë të parë. Edhe më është bërë si vjersh kjo, jemi nga dita tjetër, po çfarë të them.
Siç e pat, bërëm petulla për mëngjes, të shtunat ne kemi gjithmonë për petulla dhe Xhesi sapo u zgjua tha, do na bësh pak brum tha për petulla dhe ju e dini që unë nuk përtoj shumë për të gatuar, u çova direkte dhe ja bëra. Ndërkohë, shikoni pak gjendjen e baklavas. Në fakt, kam vënë pak disa copa tek një tas për tikë, edhe t'ju tregoj dje në orën 12:30 kur erdhi Xhesi vonë, hëngrëm nga një copë dhe tha Xhesi e ke qarë, nuk e dio njerës, por ka dalë shumë e shishme, edhe ka një shije, nuk e di t'ja u shpjegoj, edhe po i thoja imagjino, ti ishte bërë me gjalp fshati dhe me ves fshati nga ato që merr babi Xhesit, andej nga i merr ai, imagjinoni se çfarë shije do kishte, por ka dalë super e mirë dhe shumë e shishme. Si hera e parë, mendoj se e kam qolluar dhe ka dalë nam. Do kthej kamerën tani dhe t'ja u tregoj kafe siç po ju thoja, por po pres që të vi Rai, sot Rai është pushim, edhe do vi këtej nga ne, duke qenë se unë gjithë mbas ditën jam vetëm, edhe ajo është pushim, do vi të ri këtej nga ne, do shikojmë Bigun të dyja, edhe thash të pres atë që të pim kafen, mos bëj, pavarësisht se unë po e bëra kafen tani, ju e dini që unë e pi kafen deri në darkë e kam finxhanin plot me kafe, kështu që flokët i rregullova dje, por nuk i shijova fare se i kam mbajtur vetëm kapur, duke qenë se kam qenë duke gatuar. Ja si duket dhe baklavaja, nuk e di se sa mund ta tregoj kamera, sepse është edhe ndriçimi, por ka dalë super e mirë. Do marr tani një copë dhe do ta ha. Doja të bëja një kafe, por mirë mëngjesi, jam bërë gati edhe sapo kam përfunduar së xhiruari një bashkëpunim me Raboesin me pupat që më kishin dërguar dhe mezi pres ta editoj sepse kam një ide shumë të bukur për ta edituar edhe mezi pres ta postoj mbas dite në Instagram. Jemi bërë gati tani, ndrova outfit, vesha një par xhinse të tjera, edhe këtë bluzën e zezë, sepse do ikim të bëjmë pazarin e javës. Gjithashtu dua të shkoj pak edhe tek Flying Tiger, që të shikoj gjëra që kanë sjell për Pashkë, duke qenë se tani mbaroi dhe muaji i Ramazanit edhe Bajrami kaloi. Do shkoj që të shikoj disa dekore për shtëpinë, që ta bëjmë shtëpinë të bukur dhe të japim disa ngjyra të bukura, tani që po na vjen pranvera, duke qenë se dhe koha po na mban, e kemi një kohë shumë të bukur me diell. Kështu që po marr tani çantën, edhe këtë kapsën, edhe ikim pa u bërë më shumë vonë. Sa po erdha në shtëpi dhe u lodha pak, sepse Xhesi shkoi që të blej mishin, kurse unë erdha në shtëpi që të sjell të gjitha gjërat e tjera dhe të përgatis drekën. Sot do bëj një drek shumë të thjeshtë, do bëjmë turli me gjitha perimet që ne nuk i kemi ngrënë dhe që i kemi në frigorifer. Kështu bëjmë, ose bëjmë supë, ose bëjmë turli në mënyrë që mos na ikin kot. Në darkë pastaj Xhesi do na përgatisi një recetë pastash, sepse edhe ai po eksploron ato të tjera, unë në pasticeri, ai tek pastat. Po eksplorojmë që të dy, që të mësojmë sa më shumë. Tani, t'ju tregoj se çfarë vledhëm në supermarket. Ky është një pazar që ne, në fakt, ka raste edhe gjatë javës, mund të marrim në një gjë që na mungon, por jo një pazar i përgjithshëm që janë të gjitha gjërat e përfshira, sepse shumicën ne i kemi dhe në frigorifer. Morëm këtë salcën e domateve, që do e përdori Xhesi për recetën e tij, sepse unë përdor një tjetër për gjell. Ja, marr këtë këtu për gjell, që është shumë e mirë dhe që më pëlqen. Morëm këtë pra ashtu e ka marr Xhesi për recetën e tij, janë këto sardelet e vogla. Sardelet e vogla janë pak, po hajde.
këto specat djegës që unë nuk i ha shumë herë, shumë raunë nuk i ha. Morëm dardha, sepse kishin dalë dardha dhe mi kujtoj mami im para disa ditësh, sa jo është aty në Athinë edhe aty çfarë nuk ka, çfarë lloj frutash nuk ka. Dhe sa po i pash tash dhe i marrim sepse na shkoj mendja, janë të mira. Morëm domatinja, sepse unë këto i kam shumë qef, këto më pëlqejnë më shumë se ato që Gjesi merr. Gjesi merr këto domatet e zeza. Besoj se kështu quhen. Domatet e zeza. Po. Këto janë shumë të ëmbla, shumë të mira. Kemi marrë qep të njona. Morëm banane. Morëm avokado. Unë këto i pash edhe herën e kaluar, janë hurma arabie dhe më pëlqyen shumë. Këto bënin 5 euro, por ka 680 gram, me sa mbaj mend që e pash aty. Dhe kem diku këtu të shënuar, si jam e sigur tani ku e ka të shënuar, por 680 gram janë, sepse jam e sigur që e pash aty. Më duken shumë të mira dhe janë goxha të mëdhaja, nuk ishin të prishura sepse po e shikoja dhe janë shumë të mira. Unë kur më shkon mendja për në një gjë të ëmbël, më mirë ha ndonjë hurmë arabie, edhe pse kemi baklava, nuk e di a kam thënë apo jo, po unë nuk jam shumë e fiksuar pas ëmbëlsirave me sherbet, më duken shumë të rënda. Kjo baklavaja më pëlqen, por mund të ha një copë një herë në 2 ditë, për shembull, jo të ha për ditë ose 2 herë në ditë siç Gjesi e ka qef baklavan. Morëm edhe patatet. Ti vendosim këtu patatet me që e kemi direkt. Këto ishin ushqimet. Njishin si që thash, shkoj Gjesi që ta marrë tani. Ju tregoj tani edhe gjërat që mora tek Flying Tiger. Nuk e di. U prit. Nga supermarketi kemi dhe vezët. Se i kishim këtu tek çanta tjetër që mos t'i thyenim. Jo. Pas kemi dhe majdanos. Pas kam lënë gjysmat e gjërave pa ju treguar. Kam marrë edhe speca për si mund të quhen këto të mëdhajat, sepse do bëj gjatë javës speca të mbushura në furrë me oriz, nga që i kemi shumë qef edhe ato. Dhe një kastravec. Kastraveci ishte 3 euro e ca kilogrami. Sepse doja në fakt t'ju tregoja çmimet, por kilogrami i specave mbaj mend që ishte 3,70. Ne morëm këto të dyja, nuk e di sa shkuan këto të dyja, sepse i peshon ajo zonja te kasa dhe faturën më duket e ka marrë Gjesi. Bananet nuk e di. Dardhat ishin 1 euro e 60 cent, nuk ishin të shtrenjta, këto janë mirë, sepse janë gati 1 kg, jo janë, po janë 1 kilogram. Këto tomatet, me thënë të drejtën, janë diku tek 2 euro e gjysmë, diçka e tillë. Avokadot nuk e di, për këto ja u thash. Këto domatet që Gjesi merr janë diku te 4 euro. Këto të katërta janë çik shtrenjtë këto. Dhe salca e tomateve që është diku tek 1 euro e 20, 1 euro e 30, sa që është edhe në Greqi mendoj. Këto janë çmimet. Janë goxha të shtrenjta, po ti krahasosh me Shqipërinë ose vende të tjera, por çfarë do bëjmë, kudo janë rritur çmimet. Tani vazhdojmë tek Tigri. Çfarë morëm? Morëm këtë drasën, nuk e di se si mund ta quaj ndryshe. S'më vjen emri ndryshe, cutting board, por ne nuk do ta përdorim për të prerë gjëra, sepse ato tjetrën ma kanë prishur, ma kanë bërë copë. Këtë do ta përdorim për në darkë, për shembull, vëm rrush, vëm djathra të ndryshëm, crackers, për të pirë një gotë verë, ose kur vjen dikush edhe shtrojmë në një tavolinë, mund ta vëmë në mes të tavolinës, sepse është shumë i gjatë, e vendosim në mes të tavolinës dhe kemi për të vendosur djathra e gjëra të ndryshme. Ishte vetëm 5 euro, nuk ishte e shtrenjtë kjo. Tani, këtë blokun e ka marrë Gjesi për vete, e pash te koshi, as e kam idem për çfarë e ka marrë, dhe që nga 2 copë, një për mua, një për Gjesin. Tjetër, shikoni pak se sa e bukur është kjo. Nuk e di se si është ndriçimi, por sa po e pash, do doja të ishte pak më e madhe. Unë nuk kam një në kuzhinën time si këto, këtu në Finlandë, në Shqipëri kam 3 copë, por këtu nuk kam një të tillë ku mund të bëj një kek edhe ta vendosim këtu sipër me ndonjë kapak. Kjo ishte 5 euro, ose 4 ose 5, më duket se 5 euro, dhe është me këtë ngjyrën baby blue, ka dalë tani për pranverën dhe është me këto lulet të gdhëndura këtu. Shikoni pak se sa e bukur që është. Se sa e pash tash do ta marr, se më duhej një e tillë.
një gjë tjetër, mora një finxhan. Unë kam një finxhan me lule për tani periudhën e pranverë dhe i kam ngjyrë roz dhe thash, pse jo, mos ta marr këtë në ngjyrën boqelli, që është me lule. Shikoni pak sa e bukur është. Ai që kam unë është shumë i madh, njerëz sa ky, aty të bësh për shesh, jo për të pirë kafe, por për të bërë në një çokoladë, në një kakao mbasditave është normale. Ky pastaj është për të bërë kafe, cappuccino në mëngjes, nuk e di, më pëlqeu shumë. Morëm dhe këtë këtu. Tjetër çfarë mora? Pse ka marrë Gjesi për fuçën dhëmbësh? Se kuptoj pse ka marrë roz. Këto nuk na hyn në fund. Tjetër. Kam marrë edhe këtë gjën që më pëlqeu shumë. Është për të vendosur qiri, shikoni pak sa e bukur është. Dua ta vendos tek tavolina e mesit aty. Dua të vendos këtë me një qiri që bleva në ngjyrën roz gjithashtu, e kam te çanta ime dhe me një nga ato që mbajmë karamele, ka marrë ato çokoladat në formë veze për Pashkët, do ta mbushim ato çokoladat dhe do ta vendosim në mes bashkë me këtë. Dhe do ngjaj shumë cute. Prit, si tregoj edhe qiri. Kam marrë një roz edhe 2 të bardha. Ato 2 të bardhët i mora të thjesht jo me ngjyrë, sepse dua që ti pikturoj për pranverë, për Pashk, ti bëjmë bukur, duke qenë se më duket kam ngjyra. Si jam e sigurt ta kam ngjyra të bukura. Po mbaj mend që kam bërë atë pikturën. Ja, kam marrë 2 të bardhë, ishin nga 50 cent. Gjesi vazhdon dhe çuditet me mua, më thot çai do gjithë këto qiri, por unë i dua për dekor. Se unë nuk i ndes, më vjen keq ti ndes. Dhe kë, shikoni pak sa e bukur është. Ups, ja, është kjo në formë lule. Edhe qiriu ngjyrë roz është fiks si kjo. Se do një qik që të ngeli këtu. Dhe kështu. Ja. Para ca ditësh, mora dhe një qiri tjetër që po shkoj ta marr tani dhe kam vënë tek ajo gjëja gold, mbajtja e qiriut gold që bleva tek të përdorurat. Dhe ka dalë super e bukur. Shikoni? Kjo. Shkojnë sa e bukur që është, e marrë në këtë ngjyrën e verdh, këto ngjyrat pastel tani, shiko, edhe roz, edhe e verdh. Dhe shkon shumë me këtë goldin. Besoj se ky qiriu i verdh shkon edhe këtu. Shikoni sa bukur? Por mendoj se rozi i shkon më shumë. Këto janë ngjyrat që ne morëm sot, tani do t'i vendosim në përvende. Unë kam përgatitur edhe bukën. Shqyr tani që ku kam marrë mikserin, kam zënë rehat me përgatitjen e bukës, sepse sado që e përgatisim me dorë, prap buka do atë kohën e vet ta punosh, jo lodhemi edhe nuk arrim ta punojmë aq sa duhet. Ja, shihoni sa ka ardhur, tani duhet t'i bëj palosjen e parë. Ta bëjmë 2-3 palosje dhe pas do ta fus në frigorifer dhe mbase e pjek nga darka, me shumë siguri do e pjek nga darka. So bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. The stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. Hello, nga dita e fundit e këtij vlogut. Unë tani munda të flas. Ora është 6 e mbasdites dhe jam
Super e lodhur, tani sapo kam përfunduar disa aplikime që duhet dhe i kam obligim për t'i bërë. Sot kisha ditën në fakt për të bërë provimin e testit të finlandishtes, jo finlandishtes, por testi që bëhet përpara se ti të futesh në kursin e integrimit. Nuk e kisha fare me stres, shumë vajza më kanë shkruar në Instagram dhe me 2-3 prej tyre jam duke folur edhe tani, të cilat e kanë bërë këtë lloj testi dhe janë futur në kursin e integrimit, po më thonin që mos stresohesha sepse është shumë i thjeshtë, janë gjëra shumë të thjeshta sepse ai është qëllimi që ne të shkojmë edhe të mësojmë, nuk është se ata do na i vënë në re përgjigjet tona, por ky është qëllimi që ne të shkojmë edhe të mësojmë. Shkova e bëra testin në orën 11:30 edhe nuk e di, kishte mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim me thysa, jo me thysa nuk kishte, me përqindje, gjëra të tilla, kishte dëgjimin se si ne i dëgjonim fjalët që thuheshin finlandisht dhe se si ne i shkruajmë. Ne besoj se për shqiptarët është pak më e lehtë kjo gjë sepse të lexosh finlandisht është siç është pothuajse ngjashme si të lexosh edhe shqip, sepse shkronjat janë të njëjta, shkronja latine dhe kemi më të thjeshtë. Më pas dëgjimit kishim edhe pjesën që bërëm një intervistë të vogël me një zonjë atje që punonte dhe më pyeti se çfarë dua të bëj, se çfarë niveli e ndjej veten, çfarë edukimi ke, shkollimi, edhe më dha një tekst për të lexuar, se si unë e lexoja, unë kam zakon që edhe në shkollë kam pas të që unë i fut të tretin kur vjen puna për të lexuar, lexoj shumë shpejt. Lexova ashtu siç dija, nuk po them që lexova perfekt me thekset e me të gjitha, por si që lexoj shqip, ja futa dhe aty, ajo më tha, "Ke di po na ofi kamera." Dhe siç po thosha, unë i futa të tretin edhe lexova ashtu siç dija, ajo pavarësisht kësaj më tha very good, edhe mund të zgjidhje se në çfarë niveli, jo se ta zgjidhja unë çfarë niveli, por se si e do kursin, e do slow, e do avash, ti mësosh gjërat e avash, standard apo fast. Unë zgjodha standardin sepse nuk e mendoj që jam aq e avasht apo nuk arrit të kuptoj gjërat apo gjuhën e huaj, duke qenë se unë kam bërë të shkollën në anglisht edhe besoj se kam ato aftësitë për të mësuar edhe për të lexuar apo për ta mësuar një gjuhë të huaj. Kështu që zgjodha standard, nuk më duk fare e vështirë. Pas asaj, nëse ndonjëra nga ju është në atë lloj faze, mund të më shkruaj mua, mund të shkruaj vajzave që mund të dënjohin që e kanë kaluar si fazë. Tani pas këtij provimi do caktohet se në çfarë niveli unë do nis dhe pas 1 ose 2 javësh, 10 ditësh ose 2 javësh, vjen zarfi në shtëpi ku të thonë se në çfarë niveli do e nisësh, kur dhe ku do të bjerë shkolla që do e ndjekësh kursin, sepse ka vende qendra të ndryshme nëpër Helsinki ku mund të mësosh gjuhën e integration course. Kështu që të shikojmë se kur të na vi zarfi, se ku do na bjerë dhe kur do e kem datën për ta nisur. Shpresoj ta nis shpejt, sepse ka vajza, për shembull një vajzë më tha që e ka nisur pas 5 muajsh, një tjetër e ka nisur shumë shpejt, një vajzë tjetër brenda 2-3 muajsh, kështu që inshallah kam fat edhe unë edhe ta nis sa më shpejt. Pas asaj me Xhesin, se më ka shoqëruar Xhesi gjatë gjithë këtyre aplikimeve, sepse është ky meranku që je në një vend të huaj, jo po është një lloj gjuhe, unë flas anglisht, por prap ke ato sikletet që do një njeri ta kesh me vete. Dhe unë kam fatin që të marr Xhesin gjithmonë me vete. Pas asaj, bërëm një xhiro në përqendër, u futëm te një qendër tregtare Stockmann që ka shumë gjëra të bukura. Aty unë mora në fakt një face mask, një maskë për fytyrë, mora këtë këtu që është koreane, edhe është vegane, është me retinol dhe kur të lahemi ta vendosim dhe këtë maskën. Nuk kisha në fakt. Më pas, na kishim mbaruar dhe kapsulat e kafes dhe morëm Xhesit kafen e tij ristretto, mos vja fuskot me emri, edhe unë që marr këtë dekafeinatën që e marr me shi vanilje, është hera e dytë që e marr sepse më pëlqen shumë nga hera e parë, ka shumë shije të mirë. Ky është vlogu që unë kisha menduar për ju sot, nuk e di se sa i gjatë ka dalë, por kjo është përditshmëria ime, gjëra që unë kam kaluar gjatë këtyre ditëve dhe jam munduar që t'ja u tregoj edhe juve dhe t'ju marr me vete kur kam dalë apo kur kam bërë gjëra interesante. Shpresoj t'ju pëlqej dhe bashkë të shihemi në video të tjera akoma dhe më të bukura.